Presidenti serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri Edi Rama duket se janë në të njëjtën gjatësi vale në kritikat e tyre ndaj Bashkimit Evropian, madje të dy pothuajse përdorin ndikimin rus, kinez dhe indian në Ballkan si mjet e presionit ndaj Brukselit. Kryeministri Rama më 23 prill deklaronte se Evropa po e lë veten më njan kundrejt çdo marrëveshjeje të ardhshme paqeje midis Ukrainës dhe Rusisë, duke shmangur angazhimin e drejtpërdrejtë me Moskën. Evropa ka bërë një gabim të madh strategjik, duke prerë çdo kanal me Rusin. Evropa duhet të flasë gjithmonë me të gjithë, deklaronte Rama, që ka shigjetuar kështu presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe kryediplomaten e BE Kaja Kallas, të cilët kanë shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me udhëheqësit rus, përfshirë presidentin Vladimir Putin. Më herët Rama u përpoq të përdorte Kinën si presion, kur gjatë një konferencë deklaronte, po mos ishte Shqipëria kaq e rëndësishme potencialisht, kinezët që janë civilizimi më i vjetër edhe tregtarët më të padiskutueshëm, nuk do i kishin vënë syrin dhe nuk do e konsideronin Shqipërinë si pikën e mjaltit në të gjithë Europën, apo jo? 3 ditë pas kësaj deklarate të Ramës, presidenti serb Aleksandar Vučić, duke folur në një konferencë ndërkombëtare të organizuar në Chantilly të Francës mbi politikat globale, do deklaronte se Europa po humbet shumë betejë dhe po mbetet brapa Shteteve të Bashkuara dhe Kinës në fusha kyçe si inteligjenca artificiale, robotika, siguria dhe mbrojtja. Duke u përgjigjur një pyetje nga Thierry de Montbrial në lidhje me të ardhmen e Europës dhe Bashkimit Evropian, Vučić tha se evropianët shpesh mbivlerësojnë pozicionin e tyre në sistemin global, ndërsa nënvlerësojnë ritmin me cilin fuqitë e tjera po përparojnë. Siç vuri në dukje ai, Evropa mbetet një nga kontinentet më të rrejshme në botë, por nuk mund të injorojë rritjen e saj të ulët, presionet demografike dhe ndekun teknologjik që ndan atë nga konkurrentët e saj kryesor global. Presidenti serb e lidhi pozicionin prapa të Europës me mungesën e vendimarrjes strategjike dhe të guximshme, duke argumentuar se kontinenti shpesh ecën ngadalë, i kufizuar nga procese teknike dhe burokratike. Vučić i dërgoi një mesazh të qartë Brukselit se rruga europiane e Serbisë mbetet një zgjedhje strategjike, por nuk mund të shkëputet nga specifikat e politikës së saj të jashtme. Në dallim nga Rama në raport me Brukselin, Vučić nuk nguron të përdorë dhe Rusin dhe Indin. Në këtë kuadër, Vučić përsëriti qëndrimin se fuqitë e mëdha si Kina, India dhe Rusia nuk e kanë njohur pavarësinë e saj dhe nënvizoi se Serbia nuk mund të përputhet plotësisht me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, ndërsa çështjet që i konsideron jetësore për sovranitetin e saj mbeten të pazgjedhura. Referenca e tij ndaj Kosovës kishte gjithashtu një dimension më të gjerë. Vučić bëri një paralele midis mënyrës se si Perëndimi trajton shkeljet e integritetit territorial të Ukrainës dhe qëndrimit të tij ndaj Serbisë, duke argumentuar se Evropa duhet të zbatojë parimet e së drejtës ndërkombëtare në mënyrë konsistente. Duke vepruar kështu, ai e vendosi qëndrimin e Serbisë brenda një debati më të gjerë mbi besueshmërinë e rendit ndërkombëtar dhe rolin e fuqive të mëdha, shkruan Independent Balkan News Agency. Në përgjithësi, deklaratat e Vučićit tregojnë një strategji të dyfisht. Drejt Bashkimit Evropian ai thekson nevojën për vendimarrje më të shpejtë dhe më ambicioze, ndërsa kërkon një kuptim më të mirë të pozicionit të Serbisë. Brenda vendit ai ruan iniciativën politike, duke mbajtur të hapur opsionin e zgjedhjeve, pa u zotuar për një afat kohor specifik. Për Beogradin, momenti aktual ofron hapësirë për të negociuar ndikim, por gjithashtu mbar rreziqe. Kritikat ndaj Evropës mund të përforcojnë narrativën e një politike të pavarur serbe. Megjithatë, rruga evropiane mbetet një faktor kyç për ekonominë e vendit, klimën e investimeve dhe pozicionin ndërkombëtar. Rama dhe Vučić bashkërisht i propozuan Brukselit një formulë të re për anëtarësimin e Shqipërisë dhe Serbisë në BE, përmes një procedure të përshpejtuar, por pa të drejtën e vetos. Formula e hedhur në tryezë nga Rama e Vučić nuk gjeti mbështetjen e Brukselit zyrtar, por as të Berlinit, që menjëherë i kujtuan vendeve që aspirojnë anëtarësimin në BE se duhet të plotësojnë kushtet, veçanërisht ato në lidhje me shtetin ligjor.